Blerje në tregun e Gjalbër bëri edhe këtë të enjtë. Për këtij qytetari nga Prishtina, furnizimet i u bën më shtrenjtë se zakonisht. Isnis Zuka thotë se nuk i kujtohet ndonjëherë të ketë blerë me çmime kaq të larta. Tash në këtë kohë, 6 euro, 7 euro, 1 kilogram speca, 3-4 copë spec, me të vërtetë kjo është jashtë çdo normale. Fare këtu s'ka kontroll, sa do, kush do, si do veprojnë. Të njëjtin hall ka edhe ky qytetar tjetër. Me 100 euro harç mundesh me marr eventualisht për 2-3 ditë më shumë, as 2 tru nuk mundesh me marr. Se çmimet janë me të vërtetë shtrenjta. Për jetesën në Kosovë, këto çmime po i duken të larta edhe këtij mërgjimtare. Por pavarësisht kësaj, Hysen Kikolli thotë që do të kontribojë këto. Pavarësisht normal në Kosovë me të ardhuna si kanë këtu që janë e rëndojnë pak më tepër. Çmimet normal kanë ndryshuar. Krejt çka kam po kam qef 1 euro që e kam me lënë këtu në Kosovë, mos me lënë tira të vende ka shkoj. Për gjithë këto shtrenjtime të produkteve ushqimore, por edhe të naftës, sipas profesorit të ekonomisë Shkëmbir Misini, fajtorë Sheveria. Do shto jeket proposta aksizës edhe të VSH-ja. Dhe në më rëndësishme për kryeministrin është tyrat buxhetore se sa është kosta e jetesës. Dhe nuk ka kuptim kur ti rri tyrat buxhetore kur ja shtreton jetën njerëzve dhe i bie kualiteti i jetës apo i bie cilësia e jetesës. Për këtë çështje qeverisë është kërkuar të marrë masa urgjente.